Mi mbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar kudo që ndodheni në Shqipërinë me kufi natyrore, Kosovë, Maqedoni, Malizi. Mirëdita shqiptarët e Amerikës kudo që ndodheni. Të dashur shqiptar, unë u largova për 3 javë jashtë Tiranisë. Jashtë Tiranisë për 35 vjet që kanë vjedhur, kanë vrarë, kanë nxjerrë gjithë intelektualët jashtë atë dheut. Prej 90-s deri më sot dashur shqiptar janë 3,5 milionë shqiptar. Vetëm Italia ka 1 milion e ca, 900.000 ka Greqia, Amerika janë 500.000 dashur shqiptar. Pra emisioni im i hershëm me dekada ishe me çështje rëndësie për çështjen e Shqipërisë. Për arsye të dashur shqiptar, ne e kemi krijuar qeverinë teknike me 13 ministra. Për të bërë zgjedhje të reja të papara në histori, për arsye Shqipëria ka 100 vjet që nuk bën zgjedhje, po bën vetëm emërime të emëruar nga serbët dhe të këto 35 vjet nga grekët, nga francezët dhe nga anglezët, nga armiqtë tonë shekullor. Të dashur shqiptar, ambasadat në Shqipëri kanë 35 vjet. Të gjitha ambasadat që vinë kanë erdhur këtu në Shqipëri, janë bërë tamam si president, dalën për televizorit, të gjithë të quajtur gazetare, analistë, u dalën përpara çfarë nuk bëjnë në Shqipëri. Kanë thyer ligjin ndërkombëtar. Ligji ndërkombëtar të Kombeve të Bashkuara është çdo ambasador ka të drejtë. Me çdo shtet që vete ka të drejtë të vejë në atë qeveri që ajo ndodhet, po jo të dali jashtë. Si ambasadorët këtu vjen edhe për dasëm, për vdekje, kanë arritur vjen edhe për synet. Është bërë Shqipëria dashur shqiptar për 35 vjet. E paparë në histori, pronarët që ishin pronarët e ligjshëm, asnjë nuk kanë marrë pronat e tyre. Por në të kundërn, të dashur shqiptar, pronat e tyre u kanë dhënë miqve të jashtëm, serbëve, grekëve, francezëve, englezëve. Ministrat kanë bërë në tokat e tyre hotele dhe vila. Qëllimi im ishte për në Evropë e në Amerikë, për çështjen e ambasadorit që do vi, dhe për çështjen se u kam thënë gjithmonë që Amerika është me 97% të shqiptarëve. Nuk është sot, dashur shqiptar, po plani për bashkimin e Shqipërisë me kufi natyrore ka 100 vjet, që në 1922, që ditën që ka ardhur ambasadori i ri i Amerikës në tokën e Shqipërisë, në tokën e gjakosur për 30, pothuaj për 100 vjet. Pra, emisioni im ishte, unë e dinje se çdo bënje, unë u kam thënë gjithmonë dashur shqiptar. Unë jam një misioner, kam dekada në Amerikë, për mbrojtjen e tokës të Amerikës, por për mbrojtjen e Shqipërisë mbas rënies të murit të Berlinit. Pavarësisht se edhe në kohën e regjimit komunist me qenë se qushe vetëm Enveri, po pavarësisht se këtu ishin serbët, pra ne shëgomim çdo gjë. Ne dimim dhe si flinte Enver Hoxha dhe çfarë hante. Ne dimim dhe se çfarë do po vrisin njëri tjetrin, siç e vran Ballukun, Mehmet Çeun, Petri Dumen e me radhë. Sepse regjimi komunist të dashur shqiptare ka patur zakon. I vrau patriotët e Shqipërisë, i vrau gjyshrit, i vrau baballarët, i intrenovi fëmijët, niprat dhe stënipat në përburgjet e në përkampet e intrenimit. Nuk ishte me çfarë vriste. Filluan me 74, të hanin kokën e tyre, filluan me Mehmet Çeun, me sapti e than u vra Mehmet Çeu. A mund të vritet njeri me armë, i shtrirë në krevat. Pra ne e dim dhe kush e ka vrarë. Që është e vërteta, të dashur shqiptar, gjoja më në 10 u hapën 2 herë. Shumë njerëz flasën për televizore se studentët e Tiranës u ngritën, që s'është e vërtetë.
Studentët që ishin për universitete ishin të bindë e komunistave. Po më tepër ishin ata që punonin për sigurimin e shtetit. Pra e hapi Amerika. Erdhi Ramiz Alia, unë kam thënë, erdhi Ramiz Alia ndej 7 ditë në Amerikë. E bëm dakord, u hap në ambasadat, në çdo vend të ambasadave hynë shqiptarët. Arritën hynë dhe fshatarët nga gjithë Shqipëria, erdhën në Orxhed dhe hynë për ambasada. U përgatitën vaporët, ju e dini, korriku 1, 2, 3 dhe 7 u mbushën ambasadat, u larguan. Pra shkurtimisht dashur shqiptarët e kanë mendje ke arestimet. U kam thënë gjithmonë që Amerika 97% të shqiptarëve i ka deshur dhe do t'i dojë. Për arsye, sepse shqiptarët për 46 vjet me regjimin bolshevik që u pushkatuan, u intrenuan, u bë kamp për qëndrimi vetëm e vetëm se donin Amerikën. Për 35 vjet kanë hyrë mizat e kalit, shqip folsit, anti-shqiptarët, të dyja partit e quajtur një PD dhe tjetra e quajtur PS. Janë që të dyja penj shpretke, penj gjaku. Janë bind e komunistave, si i themi një fjalë në shqiptarët. Këlyshi është mi rrezikshëm se qeni. Po çfarë u bën shqiptarëve për 35 vjet? I vranë, u amuar pasurit, që pasurit i kishin bërë me gjak, me qindra vjet, nuk e gëzuan, komunistat i muar, kurse për 35 vjet u adhan bakshish agjentave, spionave të serbëve, të grekëve, të Francës e të Italisë. Pra, shqiptarët e mi, ju e shinit ambasadat si ishin bërë këtu. A e mbani mend një Sorreka. Erdhi këtu Kocke Lëkur, me një pantallona doku, u bë ambasador i Italisë, më vonë 2 herë ambasador të quajtur i Bashkimit të Evropës. Kur iku me valigje. Po çfarë kishte valigje? Sa duash para. Këta klysha që kanë qenë udhëheqësat e Shqipërisë, këta për një kafe të jepnin $1 milion. Pra shqiptarë, ambasadat tu ishin bërë si zot në tokën e Shqipërisë. Kurse shqiptarët për 46 vjet kanë punuar si skllëvër. Kurse për 35 vjet shqiptarët u larguan, intelektualët, shkollat i mbyll qëllimisht, nxuar mësues të rinj, prokuror, gjyqtar, me diploma falso, që e quajnë dhe vetë diplomat e plepave. Sali Berisha hapi një shkollë të quajtur diplomat e plepave. U bën mësues, u bën drejtor policie, ministra, ju e shihni dhe vetë, të gjithë të emëruar. Por, ju doni çfarë unë bëra në Amerikë. Unë nuk kam thënë shqiptar. Pilinçi ka kohë që punon për të mbrojtur, siç kam thënë, kombin e Amerikës dhe kombin tim, që është i djegur për 35 vjet nga këta. Ambasadori generali do vi. Pavarësisht dashur shqiptar se ka 3 vjet. Janë zgjedhur pothuaj 4 ambasadorë. Janë emëruar nga State Department, do me thënë nga Ministria e Jashtme e Amerikës, por nuk janë aprovuar. Arsye pse? Sepse ambasadori i do vitë tash do t'jetë vërtet ambasadë e rregullt. Deri tani, si Yuri Kim, edhe ambasadorët e tjerë kanë qenë provokues. Vinin në Saliu, thoshin jemi me ty Sali. Vinin dhe Edi Rama, dhe Nanua, dhe Majkua, këta dhe Ilir Meta. Pra, të dashur shqiptar, ambasada ka 3 vjet. Por në fakt, Nenci është ambasadore. Po shqiptarët janë mësuar s'ka ambasad. Po është e vërtet. Ambasad vjet generali. A ishi ushtarak. 3 jetën e tij në ushtri.
ka arritur dhe major general. Me atë nuk bën dot pazar, të dashur shqiptar. Me atë vetëm dy fjalë di, po jo. Sa do zbresi nga aeroporti i Rinasit. Rrugë e tij e shprehur të parën e Spaku. Spaku dofta më dëgjon. Unë para 3-4 ditë nga Washingtoni i kam thënë Spaku që të vjen letra e firmosur ke 2 rrugë. Sidomos, bravo. Ti që je emëruar prej 7 muajsh, që flenë një gjumë për mbi fletët e arrestimit. Pavarësi se dosjet e 97-ës, dosjet e piramidës, dosjet e Instenianarit, dosjet e naftës që i dhatë ushqim sërbëve për të vrarë bosnjakët dhe më në fund për të vrarë kosovarët. Pra, dashur shqiptar, a i mbani mend 21 janari, a i mbani mend ambasadorin Amerikan, 4 veta u vranë. Ambasadori Amerikan i thot Berishës, ti je vërtet patriot, ti je vërtet kryesori. Kurse ish ministër Lulzim Basha i tha, ti gjitesh nëll më lartë. I e burë shteti, i tha Berishës. Dashur shqiptar, Amerika ka një liqë. Ka një kushtetut. Kjo është kushtetuta. Kushtetuta amerikane nuk pyet as për presidentin, as për senatorin, për ambasadorët që s'pyet. Ka një liqë, ka një kushtetut. Ne si që kemi thënë jemi në shikim çdo gjë. Çdo milimetër e tokës shqiptare, ne kemi shikuar, kemi kontrolluar, kemi bërë foto, incizime për çdo ambasador që është në Shqipëri. Vërtet, ambasada e Amerikës është ambasada për Shqipërinë. E do të jetë përgjithmonë, po ashtu dhe ambasada gjermane që është gjaku jonë, po ashtu dhe Austrisë. Pra, dashur shqiptar, ambasadori vjen, generali vjen, për herë të parë do ketë vërtet ambasadë. Por ambasada, po u them hapur, dashur shqiptar, 80% brenda në ambasadë punojnë ata që bin para, bin dallavere, punojnë bin të komunistave. Ambasada do ndryshojë, do vinë njerëz të rinj, do vinë djemët e intelektualve, djemët e patriotëve, djemët e atyre që janë vrarë për të ri jetën, u vranë, u pushkatuan Malësia, u pashkatua Shkodra, patriotët, u pashkatua Tropoja, Kuksi, Dibra, intelektualët e Korçës, pra arsye vetëm e vetëm se e kanë ndeshur Amerikën. Pra dashur shqiptar është vendosur çdo gjë. Spaku ka arritur atje ku s'mban më. Spaku ka mashtruar. Është paguar nga Amerika siç kam thënë unë gjithmonë. Ka marrë mbi $10.000 çdo person. Kanë arritur, kanë marrë dhe familjet e tyre para. Po ashtu, kanë patur dhe barigardë. Dhe familjet e tyre. Nga hiqi u bën me barigardë. Nga hiqi u bën me Ora Floriri. Nga hiqi u bën me vila, si thot Berisha, që del para Spakut dhe u thot, sot kur hyra thot, pash duke numëruar para. Bravo. Pash duke numëruar të Spakut. Pra dashur shqiptar, ka vajtur atje ku s'mban më. Çfarë nuk po mbajnë këta? Këta po në arrin, ne demonstratën ne e filluam që në fillim dashur shqiptar. Por, mbas 7 ditë, e mbuar, hynë të Sali Berishës, me urdhë Saliu dhe të Edi Ramës. A i shini qarë thonë, burg Berisha, burg Edi Rame. A i shini kush flet dashur shqiptar, njerëzit më të urtë që ka patur Shqipëria, më ignorantë, më alfabet, më drogista, çfarë nuk janë. Historie e tyre që dalën si barigardë gjoja, ata kanë qenë për burjet. Ata janë të Edi Ramës e Sali Berishës. Po qëllimi tyre cili është? A e keni parë ju shqiptarë, kur dalën në për rrugët e Tiranës,
dhe u ven atyre që janë duke pirë kafe, e u thonë, qoni, duan shërë. Por, unë nuk kam thënë. Këta nuk do arrin të dezën e një cigare. A i shini kur bënte demonstrat Sali Berisha. Vetëm pa flamur shqiptar, vetëm me flamur gjoja të pëdes blu, me gjyrën greke. A i keni parë kur bënte Edi Rama demonstrat, asin flamur shqiptar. Po qëfar bënin? I hithin benzin policisë. Policia në Shqipëri, të dashur shqiptar, 35 vjet është sklavër, me $600 në muaj. Kurse, të quajtur deputet, ministra, $5.000-6.000 në muaj. Marrin gjakun e shqiptarëve, bredhen me makinat zezë, venë për drek e për darkë në Milano, në Beograd, në Athinë, ku nuk do venë me avione private. Kurse shqiptarët e mi, ju që po më dëgjoni, jeni shpërndarë në përbot, fëmijët tuaj nuk i dinë ku i keni, punojnë, u a hedhen pashaporta Franca, në Ingliterë, i nxjerrën, i hedhen përsëri në ujë. Janë mbytur shumë e shumë shqiptarë. A i shini dashur shqiptarë, burgjet e Francës, burgjet e Englezëve, burgjet e Grekëve, burgjet e Italisë me shqiptarë. Faji tyre vetëm një faj që kanë. Faji tyre është vetëm se janë shqiptarë. Faji tyre janë sepse janë stërnipat e Skënderbeut, të Aleksandrit të Madh, të Teutës, të Piros. Pra shqiptarë janë larguar nga Shqipëria. Kanë ngelur në Shqipëri vetëm llumi i llumit. A i keni parë kush ka qenë kryeminist Majkua, Ilir Meta, Meksi, Sali Berisha, Edi Rama. Të njëjtit njerëz dalën në për televizor dhe shajnë njëri tjetrin. Kush e ka kostumin më të shtrenjtë. Del Berisha thotë unë s'kam asgjë. Vila, hotelje, fëmijët e tyre. Te Edi Ramës, të dashur shqiptar, atë shtëpi që ka me 3 kate poshtë, çfarë nuk ka e shtëpia? Para, dollar, euro, flori, diamant. Çfarë nuk kanë vjedhur? Paratë e këtyre janë bllokuar në për bankat. Do t'i keni ju shqiptar. Shumë herë u kam thënë që janë 1.200.000 hotele dhe vila së bashku. U kam thënë do t'i marrën shqiptarët. Edhe një, nuk është fjalë e keqe të jesh çoban me bakti. Më mirë të jesh çoban me bakti, të flash me dhënd e me dhit, se sa të jesh në parlament me ignorantët, që bëjnë skurzirë, çfarë nuk bëjnë. Ata do kenë hotele, do kenë vila, do t'i keni ju shqiptarë. Këtu është përhapur në Shqipëri. Berisha ka firmosur për Sazan, kur ka qenë kryeministër, për ta shitur. Ka firmosur për detin, ju e dini dhe vetë. E firmosi Lulzim Basha si ministër dhe ministrja e jashtme e Grekëve. Po si ishim ne, të dashur shqiptarë. Të mos ishte Amerika që e do Shqipërinë. Detin e kishën marrë. Shqipërinë do të kishën për copa. Sa për këta. Por jo. Sa të jemi gjallë ne, sa të jenë shqiptarët, nuk kanë për të shitur. Tini të bindur shqiptarë, është përhapur se në Sazan. E në vendet në ishit tonë të Shqipërisë. Mendoni se do sillnin 2,5 milion të Izraelit, që ne shqiptarët i themi qifut. O shqiptarë, jo e bia e presidentit tjetë, po të zbresin nga Zoti i lartë në tokën e Shqipërisë. Sa të jemi ne, nuk e prek njeri. Ka një liq, ka një rregull. Është tokë e shqiptarëve. Shqiptarët, të dashur shqiptarë, i vetmi shtet në botë që nuk ka tren, nuk ka travaj. Vetëm shesën si të duan, çmimet në skaj, më të larta. Arrin një nafta, $2.50, që duhet jetë 25 cenca, të dashur shqiptarë. Pra, çdo gjë bin sipas qefit, taksat 22% të marrësh naftë. Sa ka marrë unë për makinën?
gati $300. Kush i merr këto para? PD-ja e PS-ja. Të dyja partit anti-shqiptare. Pra dashur shqiptar, ambasadori do vinë. Po mëson gjuhën shqipe këto ditë. Ka marrë për ta mësuar shqipen të ditë disa fjalë. Por do jetë ambasada e rregullt. Nuk do shihni ambasadorin dashur shqiptar të shëtisi si 4 ambasadorët e fundit. Të 4 nuk është keq të thuash preardhjet, Yuri Kim koreane, ai tjetri japonez, tallshin me shqiptarë, por aman. Duhet kryetari i bashkisë, që është në Burg Erioni, të thotë para 9 muajve, cili ambasador erdhi mori $2 milion me gjithë gruan. Të dashur shqiptarë. Erdhi koha e shqiptarëve. Erdhi koha e realitetit. Pra, ambasadori që vjen, dhe unë që jam, që po flasë sot, kam krijuar qeverinë teknike me 13 ministra. Ditën e mërkurë do t'i shihni dhe vetë ministrat një nga një kur të flasën. Është një rregull. Vërtet, unë i kam zgjedhur, por për çështjet për zgjedhjet që do bëhen mbas 3 muaj. Kur ne të kalojmë zyrë, me dëshirë apo pa dëshirë, ne do të jemi drejt zyrave të reja. Po do të thonë, po ku do vesh? Ne ajo kryeministri që është, ajo do lyer të dashur bashkëdhetar me aqit, të dali ajo fryma e bolshevikëve, fryma e hajdutëve që kanë vjedhur. Ajo zyrë e kryeministrisë, të dashur shqiptar, 46 vjet me regjime bolshevik, bëshin planet, kush do vriqe, kush do arestoshe, kush do leminoshe. Për 35 vjet, ajo zyrë është bërë, të dashur shqiptar, vetëm me $1 e merë. A e mbani mend një ambasadore nga Greqia që vjen me mini fund në orën 12 të natës, që ajo është në kërkim tani, pavarësisht se është ambasadore, po dosja e saj është hapur. Unë për këtë qeva në Amerikë, dashur shqiptar. Jo vetëm për atë, e për disa ambasadorë. E do gjykojnë këtu në Shqipëri. Shumë ambasador nga Italia, Sorrek, a e mbani mend, erdhi kocke lëkur, iku tamam si ata gjelat e detit që fryshin, dilte kudo vinte me valigje plot. Gjithë ambasadat, unë i kam lajmëruar para 3-4 muajve, ambasadat s'kan drejt daljen jashtë, kanë të drejt të vënë në kryeministri o në atë presidentin Matufin që është emëruar, që ka zënë gjumi, pra shqiptar. Erdhi koha e juaj. Unë u bi thirrje gjithë shqiptarëve. Ejani sa më parë. Ejani sa më parë në zyra e kombit. Këtu ku është harta, që nuk e keni parë në ndonjë vend tjetër. Vetëm këtu është harta e Shqipërisë me kufi natyrore. Vinë ambasadat e huaja, nxjerrën foto, por sa largohen u digjen fotot, dashur shqiptar. Sepse kjo është harta e kombit tonë të Shqipërisë. Ju e shihni edhe vetë në televizor. Të dashur shqiptar, keni kohë që prisni, kur do vi ambasada, do vi shumë shpejt. Jo këto ditë, do vi shumë shpejt. Por, qëllimi është. Spaku është paguar nga Amerika. është trajnuar. është firmosur. Shumë letra. Bravo. A i pari dhe i dyti të tre ata. Domani. Kanë firmosur. Po janë tallur me Amerikën. Janë tallur për arsye
se ka 7 muaj braho, bë dëgjoj me kujdes. Ka arritur atje ku s'ban braho. Të gjitha lumet e 35 vjet do bjen mbi shpatullat e tua, mbi familjen tënde, mbi njerëzit tënd. Ke gënjer Amerikën, ke mashtruar, ban dosje, mbar fletat e arrestimit. Sali Berisha duhet ishte arrestuar para 6 muajve. Balluku, po ashtu. Edhe më në fund, duhet ishte arrestuar Edi Rama, si që kam thënë. Me qindra të tjerë, ministrat e Berishës, që kanë vjedhur, një ministër Bodua, që ishte, këta që quhen oligark, u kanë vënë emri, pasunik, manja, me shok, që s'kan patur brek dashur shqiptar. Po janë me parat e gjakut të shqiptarve. Blenë hotele, blenë vila në për Evropë, do t'jenë tuaja. Ata nuk do arrin dashur shqiptar. Unë u kam thënë dhe po them, ata kanë peshkesh nga shqiptarët e mi, një palë kominoshe, atyre do t'u apresëm që t'u hyjë ajri, të freskohen, 2 palë zinxhira, në mëdor e në mëkem, duke pastruar, si i thonë shqiptarët, duhet hequr gremi 2 metro poshtë. Gremi, jo vërtet gremi a i bari, që tha Juri Kip do hani bar, po gremi i thonë lumit që kanë bërë këta, që janë tallur me shqiptarët, që tallen çdo ditë me fukarin, që tallen me pensionistët, që kanë punuar si sklevër për 46 vjet me regjimi bolshevik në për kooperativat e për fermat. Marrën $80, kurse këta, rrugaqëria, me diploma falso, prekuror, gjyqtar, tallen me shqiptarët, nga gjyqi i parë në gjyqin e 4 e të 5. Tallen avukatët me falso dokumenta. Avukatët gjoja së kur ziren të 2, janë të një race. Janë 10.000 avokat, dashur shqiptarë. Dikush mund të thotë, po si ka mundësi pilin që 80% janë me falso, 80% me falso. Gjyqtar me falso, dashur shqiptarë. Janë gjyqtar të këtyre, bëjnë allarvesh, marrën vila, marrën hotele, çfarë nuk marrë. A i shini si janë për televizor, klani, i klaneve, me një fevziu, breth me motorskaf. Që ai, hiqes kur ka qenë pasunik, a i nga një fshat i vogël i Pogradecit, Starov. Ata s'kishë bukë të hani. Është bërë multimilioner, mban 2 ora në dorë, 2 pe Floriri, e pa parë një histori. Del vetë dhe thot, kam qenë më 300-400 shtete. Ku jeti parat? Kush i paguan? Kush i paguan televizorët të dashur shqiptar, klanin, i klaneve? Kush e paguan Top Channel? Kush e paguan televizorin News 24? Kush e paguan televizorin e Ylli Rakipit? Pa marrësi se ka meksi, po ka dhe Ylli. Kush i paguan spionazhet që kanë dëmtuar Shqipërinë? Unë kam thënë shqiptar, janë 85 të quajtur analist e gazetar, që janë mosha e Yllit, që këta me 90 veshën pardesyt e bara. Këta janë dashnorët e Ministrisë Brendshme, që ishin në për universitete me grada. Sot janë shpërdarë për televizore, tallen me shqiptarët, i përbuzën shqiptarët, kanë ulur gjuhën e Shqipërisë, i ngatrojnë, qëllimisht, a i shini që bëjnë në Top Channel, martohen. Ne shqiptarët kemi një zakon, kemi patur një zakon, po dhe nga brenda po na shkatrojnë dashur shqiptarë, kanë darë motrën me vëllanë për çështje pasuri, që kanë vënë një ligj nga Serbia ka erdhur 7500 njerëz. O shqiptarë, që janë vila në tokën e kombit shqiptar, do t'jenë tuaja. Që janë hotele, nuk i kanë shqiptarë, pa marrësi se thot e kam njeri, po jo shqiptarë. Në Amerikë të punosh 100 vjetë, ti nuk bën dot vetëm një shtëpi me 3 dhoma gjumi. Kurse këtu, e shkon rrugës me shapka, me sandale,
me i fustan të grisur një femër, o një mashkull, gëdhiesh ministër me një hotel. Gëdhiesh me orë floriri. A e dini dashur shqiptar, janë biliona e biliona dolar të fshehura këtu në Shqipëri. Po shaqën po bëjnë këto ditë. Para një jave, të dashur shqiptar, po thuaj para një jave, Baba Mondi, i quajtur, Bektashi, kërkon ka të na bëka një shtit. Është e përgatitur nga Sali Berisha dhe nga Edi Rama. E përgatitur nga sërbët. Bën kashillëk për të shkatruar Shqipërinë. Baba Mondi, ke harruar, se po t'ishte gjallë babare Gjepi, apo babare Shati, që e kam shpën në Amerikë 2 herë, është aperuar nga zemra. Baba Mondi do t'i ite zvarë. Po dilë, se po talë, thënë e Bektashme, që i kanë mbrojtur shqiptarët në përmale, i kanë mbrojtur patriotët në përteqe, i kanë mbrojtur babalarë. Babare Gjepi dinte 7 gjuhë në Amerikë. Në Amerikë nuk lejohet të varroshe dhe tylbe. E bëm ne që u varros, sepse ishte një patriot. Doli me mitat frashin, me lumësh skendo, edhe bëri të qenë në mes të Detroitit. Qindra dhoma, që vinin nga Kalifornia, nga New Yorku, që jetonin 2-3 dit, i bën një respekt babare Gjepit. Por mirë mërë Baba Mondi, të kanë vënë edhe emrin Baba Mondi. Harrove, deri dje ishe oficer. Tani, talesh me Bektashin. Ti i për ullat. Sepse kërkon të fuqë një shërë midis katolikëve dhe muslimanëve, që muslimanët janë 80% në Shqipëri. Katolikët. Feja është e lirë, po jo aman të bësh një shtet, doke të bësh dhe parat. Ku jetë parat ti? Të dashur shqiptar, diku është fjala, Edi Rama, Majkua me Majkon, Ilir Meta, Sali Berisha, këta që u kanë vjedhur, u kanë vrarë, u kanë soptuar, mendojnë se do fshenë parat. Do të bekan si Vatikani. Po kjo është e qëllimshme. Nga ana tjetër, Edi Rama shko në Pogradec ka 3 ditë. Hapi me hajdutët, me ata që dojen në burg për të rjetën. Por mirë mërë kryetari i bashkisë të Pogradecit. Ku jenë parat ti? Pensionistët e Pogradecit marrën nga $80 sepse kanë punuar gjithë jetën në për kooperativa. Pogradeci është shumë i vogël. Fshatrat. Kurse ti, i mban sërbët, ata janë sërbë, me ushqim, me verë të kuqe, me ushqim moderne. Ku jenë parat që po rrinë 3 ditë? Edi Rama, dashur shqiptar, është dënuar në Amerikë. Ja pra dosjen që unë e kam marrë nga Amerika. Është dënuar jo vetëm ai, po edhe Gjiknuri, ai Këlyshi, ai Mjekrushi, që del dhe ka bërë ligjin, ka shkatruar ligjin, ka bërë ligjin në kushtetut me emrime, jo me zgjedhje direkt nga shqiptarët. Tallen të 2 palët, tallen me shqiptarët, o shqiptarë. Që do ndodhi në Shqipëri, ata pa që fatin të arestohen këto ditë nga spaku. Mos rënqi në dorën time. Unë kam thënë edhe them. Zvarë, jo me kyqa, po me litarë që i kanë bërë këti popullit të Shqipërisë. Unë e di që jeni dakord ju shqiptarë, kjo është kushtetuta që kam sjell nga Amerika.
Kjo është kushtetuta një për të gjithë. Se je president, se je senator, kongresmen, deputet, kryetar bashkie, kryetar komune, ligj është ligj. O shqiptarët e mi, keni 35 vjetë që ua kanë marrë pasurit, pronarëve, i talën, u e apën të tjerëve, dalën për televizor një qobani që delë në televizor në Top Channel, talën me shqiptarët, merë burrin dhe gruan atje dhe zrrijen dhe zirë, e bëjnë qëllimisht për të ullur autoritetin e shqiptarëve. U merë pasurin njerëzve, hajpëtot se u brojë një gjyq, u ka marë familjeve më të mira të Vlorës. Çfarë nuk është bërë në Shqipëri? Zgjoni pra, shqiptarë. E janë pra, e janë të bëhet qeveria moderne, të bëhet me intelektuale, të bëhet me këta gazetarë të rinj që dalën në teren, që s'paguhen, me regjizor, nuk paguhen, talën, kanë që s'u hapen nga 4 muaj, kam njerëz që punojnë në disa televizor, regjizor, 4 muaj që s'u hapin rrogën, talën. Po kam thënë, pse sikni? Po do vem muajin tjetër se na kanë thënë, na kanë humbur 3 muaj, po të paktën e 1 muaj. Po ku shtallet? Ku jenë parat të televizorit? Serbia, Grekët, Shqiptarë. Ambasadori që vjen, generali, e një mirë, si që thash, për herë të parë vjen ambasadorin e Amerikës. Amerika është me ju dashur shqiptar, do pastrohet dhe ambasada, si që thash, janë aty në dera. Dhe unë e di që shumë shqiptar që më kanë erdhur, kanë bërë aplikime për të marrë vizën, s'u kanë dhënë. Kurse të tjerëve u japin, kur japën $3.000-4.000. Nuk e marrën ambasadat dashur shqiptar. Është bërë qenë e porta, përveç ambasadores, janë të quajtur shqiptarë. Bindë e komunistave, bindë e atyre që vranë patriotët e Shqipërisë, bindë dallavere e korrupcion. Po do pastrohet ambasada, do largohen ata e do dënohen. E din të gjithë këtë. I vetmi shtet në botë që quhet Shqipëri e gjakosur me këtë flamur, që është toka e gjakosur me shqiponjë nga gjaku i shqiptarëve me shekuj. Edhe dekadat e fundit që i kanë përzënë shqiptarët. Amerika të jep viza për 10 vjetë. Me çdo vend Amerika jep për 6 muaj. Pse Shqipërisë për 10 vjetë? A u kam thënë që dikur më parë që ditën që ne kemi erdhur, po bi 2 vjetë, që po flasë shqiptarëve. Japën dhe vetëm Shqipërisë 10 vjetë. Për arsye, se Shqipëria të dashur shqiptarë do bëhet e 51. Por ama në Shqipëri do t'jetë ligj shqiptar, gjuha shqiptare, leku shqiptar, çdo gjë do jetë në Shqipëri. Vërtet ushtria amerikane është të dashur shqiptar. Vërtet njerëzit që punojnë për mua, ne i kemi kudo. Në Shqipëri, në qeveri, njerëz që nuk i njohin, që çdo gjë që bëjnë ne i dim, janë të fotografuara që do habiteni kur t'i shihni shumë shpejt gjërat. Pra shqiptar, është përhapur se janë shitur sazani, kanë dalë në çdo vend, janë shitur kjo kodër e kjo tjetër, po jo shqiptar. Rini të qetë, nuk do lejojmë 1 centimetër të marri huaj. Unë them disa që kanë erdhur nga Izraeli. Para ca kohë, policia i ruante, tani nuk po i ruan. Unë them, fajin nuk e ka Shqipëria, që kërkoni të vini në Shqipëri e kudo. Fajin e ka kryeministri juaj, ai arroganti,
që ka vrarë fëmijë në Palestinë, janë fëmijët e Zotit që janë pa bukë, pa ujë në për rrugët. Po vret dhe veten e vetë. Unë nuk kam thënë dashur shqiptar, lufta e tretë, disa do fta qeshnin në përbuz, do të shihni çfarë do bëhet. Armiqtë tonë shekullor, ashtu si kemi qarë ne për tërë jetën, të qajnë edhe ata. Të qajnë edhe Franca njëherë, çfarë na kanë bërë. Të qajnë edhe Englezët njëherë. Edhe qismat na i dërguan me një këmbë në luftën e dytë botërore. Po unë po them Englezëve dhe Francezëve dhe Grekëve. Nuk është më koha e luftës dytë botërore që urdhonte Churchilli me Stalin, me i të firmosur, ja dha tokën tonë sërbë. Po jo tani janë shqiptarë. Jemi ne shqiptarë. Amerika është me ju. Unë o kam thënë presidenti parë, është me gjak shqiptari, me nën kosovare. Do me thënë Kosova është krahina jo. Të dashur shqiptarë, unë o kam thënë para 6 muaj, që Thaçi, ish presidenti, kryeministër i Kosovës, janë 4 veta në burg, ka 6 vjetë. Ne, Hagës u ka 6 muaj që dërgova, jo si parti, po punën që kam. Dhe përgjigja në u kthej qahere, po, do lirohet. Po ne i kërkuam Hagës, jo vetëm lirimin, po i kërkuam dhe të paguajnë dëmin që kanë dëmtuar familjet e tyre, që i kanë ullur si familje. Hynë me flokë të zezë, po dalen me flokë të bardhë. Të dashur shqiptarë, ne nuk mund të ndoj aga, sepse atë janë sërb, grek, francez, nuk dënojnë me dot shqiptarët pamarësisht, se burgjet e Francës, të Englezëve, të Italisë, të Grekëve, janë plot e përplot me shqiptarë. E ditë sa faji tyre është shqiptarëve? Vetëm se janë shqiptarë. Kush i ka futur burg? Këta këlyshat e 35 vjetëve. I përzunë të rinjë. Dhe kur dalën, u thonë, po, kapni, se kanë droga. Kurse këta janë të drogave. Kurse këta dashur shqiptarë po djegën edhe Shqipërinë. Deshën diqen dhe Tiranën pra ca kohë. E në Vlorë zjarri. Edhe prap do bëjnë zjarë. Duan të humbasën në vëmendjen. Nga janë i thonë, baba mondi ti do bë shtet, po si do bëj shtet ai? Shtet. Me një kull të vogël do bë ka shtet. Që është propagandë për të futur në hasmëri katolikët, muslimanët. Për të ullur autoritetin e teqeve, që kanë mbrojtur kombin e Shqipërisë patriotët, ka qenë foleja e patriotëve, si që thash babare Gjepi, njëri minjohur në Amerikë, si që thash baba Reshati, pra të ishte gjallë. Mondi, dilë në televizor, mos ullë autoritetin e Bektashive. Dilë dhe këto janë propaganda të sërbëve, të qifutve, të Edi Ramës. Dilë sa nuk është vonë. Nuk mund të bësh ti shtet. Pak kemi vojtur 100 vjetë me shtet bolshevik. 35 vjetë me hajdutët. 35 vjetë me gjyqtarë që dënojnë shqiptarën. A në bani mënd një zonjë që erdhi me 2 fëmijë të vegjël në aeroportin e Rinasit. E futën në burgun e Korçës dhe Pogradesit për 2 muaj. E kështë ndërnuar para 5-6 vjetëve, se ishte zënë me vjerri. Kurse Ballukun me vila, me hotele, me vapor. Apo jo moj spakut, e gëllën jashtë. Hinglovi në mes të Pogradecit, në vendin tim. Hinglovi, me të grënë, me të pirë, talën me shqiptarët, u bën silikone komunistave dhe në qytet me qytet. Edi Rama e di fare mirë, jetë e ti do kaloj në burgu pa dritare. Është një burg në Amerikë,
padritare, i rrethuar në ujit. Pra, s'pak bëdëgjo me vëmendje, para se të vi ambasadori, jo se ambasadori do bëj hatan, jam unë këtu, por ambasadori do vi dhe ka dy fjalë. Parat që ne ke marë, i plogari. Arresto korrupsionin, më në fund arresto vetë. Të jeni të bindur shqiptar, nëse nuk e arrestojnë, të jeni të bindur do të shihni vetë Braun me kyçat të lidhura. Do t'i shihni. Brauni të kthej një përgjigje Berishës. Berisha del të henave, parat spaku, i bën kashillek Amerikës, që e di që Amerika i ka praktikuar, u ka thënë të qëndroni në kushtetut, të arrestoni njerëzit që kanë gabuar, që kanë vjedhur para miliona dollar. Berisha u thot, gjeta duke nëmruar parat, gjeta dosjet i këshin hedhur minjan, dhe duke parë me verë të kuqe, asnjë përgjigje. Ka 4-5 muaj Berisha që u thot për ditë. Shqiptar, jo mosh t'jesh 100 vjet, po 120 t'jesh, ta dove në burg. Se është të hapur këtu, me thashe themet e këtyre janë që qojtur analiste gazetar, thonë që po t'jesh në mosh, s've të burg. Po të ngelesh 7 zane, s'ngelesh, nuk vete në burg. O shqiptar të mi. Pa e zonja që vajti në burg me fëmijë të vogël, me një fosh, 9 muajsh. Jo 7 zane tjetë Balluku, po në burg ka përfunduar. Unë i kam thënë era dhe parë Ballukut. Ishte më mirë të shkonte vetë, do kishte me lehtësira. Pra, shqiptar, erdhi dita juaj, kini kujdes nga demonstrata që bëjnë këta duan rëmuj ju e shini dhe vetë. A i kur kola që mban flamur në gjep, flamur Amerikan e flamur shqiptar. Unë po e paralajmëroj seriozisht, që i që nga gjepi flamur Amerikan. Ti s'ke drejt, është një liq që nuk mban dot flamur pa urdhër. Ashtu e vuri dhe Ilir Meta në që ose mani mënd bëri një demonstrat dhe e vuri flamur Amerikan në formë shigjete da poshtë. Do thot vdekje. Ambasadorja i Urikim doli urgjent dhe e tha mos e verëm me flamurin Amerikan. Pra ti djalë që je në demonstrat me atë qyleshe, hiqe flamur sa më parë, sa nuk është vonë. Për ndryshe do arrestohesh për demin që po bënë. Pra shqiptar, ju që rrini për kafene, mos bërë një zhurmë, policia nuk ka faj mos goditi policin, se policia është sklevër, punon për $600, drejtori policis po gjenë mënyrat më të ndryshme Edi Rama me Sali Berishën që të heqi. Po jo ti do t'jesh. Qëndrosi që ke qëndruar, mbroj policat që janë pa buk, dikush mund të thot, po s'është e vërtet, po si është pa buk. Merë $600, në qoftë se jeton në Fushkruj, më do një vend tjetër lartë, në Elbasan, o në rrugën e Elbasanit, me qa do shkoj? E s'ka para. A i bie erë më dashur shqiptar, që nuk laje do të s'ka sa punë, se paguan do të. A i dini shqiptar që shikoni policat, asnjë nuk i ka këpucët të njëjtat. I blenë vetë, spaletat, veni marrë dhe një gjitë vetë, gjaketat vetë. Ku janë parat e kapelave me $100? Dhe sot janë ministra. Pra dashur shqiptar, PD-ja e PS-ja nuk kini fajt se jeni antar, e janë njësa më parë, ata u kanë tradhtuar, u kanë përzënë fëmijit, u kanë marrë pasurit, dhe janë talur me ju në për demonstratat, pra e njëherë s'pak para se ta mbaroj, dil, për ndryshe do besh pishman. Të gjithë lumi i 35 vjet
bravo të bje ty. Mos e dëgjohat braun tjetër të Durrësit, ka qenë deputet, ka qenë i sigurimit, a mbani mend, si e thonë, kam një qamë të zezë, a i bravo tjetër. Pa bravo që i thonë nga një herë. Dashur shqiptar. Kush u ka udhëhequr për 35 vjetë llumi i llumit. Ku jeni Tropoja? Ku jeni Kuksi? Ku jeni Dibra që keni luftuar me shpat, me sërbët? Arrirë të tua marrë dhe malet dhe pasurit. Po jo. Eja një sa më parë, jo për të mbrojtur Pilinqi. Pilinqi është në rregull, mbrojtur. Po për të zënë punë fëmijët tuaj, për të bërë ambasador, që kur të vejë një emigrant, o një turist e botë, të vejë në ambasadë për 5 minuta të japin një dokument, kurse sot vete 2 herë të mbyllura, bjep kaq para pa të t'jap një copë letër. E më në fund, lajmërojnë policinë që të arrestojnë e ati vendi. Pra dashur shqiptar, 3 ambasada amerikane është e juaja, është dera e juaj. Bëni aplikime është për 10 vjetë. Nëse nuk ku japin vizën, e janë një sa më parë dhe ne. Pa marrësi se është koha e shkurtër, ne shumë shpejt kalojmë në zyrat e reja për të bërë zgjedhjet të reja. Brenda 3 muaj bën zgjedhjet me president e jo me kryeministër, me 13 ministra, do bën zgjedhjet të një ditë dashur shqiptar. Për 80 deputet, 41 senator. Deputet mund të jetë çdo njeri që ka dëshirë. Të jetë pe ati fshati, pe ati qyteti. Jo të jetë, për shembull, si nga Korça të shpesh në Shkodër. Këta janë tallur. Deputeti do ketë rrogë, me atë rrogë po të dojë të blerë avion, po të dojë të blerë biciklet, jo si tani, merë $5.000, merë dieta. Jam deputeti i Lushnjës, del një Karagjos nga Lushnja, në nxjerr domate e patate, tallen me shqiptarët. Tallen me ju, të dashur bashkëdhetarë. Tallen me ju për 35 vjetë. Mos keni frikë, e janë pra, regjistroni për punë. 3 drejtori, drejtoria e BIAS, drejtoria e policisë, drejtoria e inteligjencës të Shqipërisë, që do të mbroj kombin e Shqipërisë dhe kombin e bekuar të Amerikës. Rroft Shqipëria, të dashur bashkëdhetar, 2 flamurët, këto do t'jenë e në shekujt e ardhshëm me çdo balkon. Vini të dashur shqiptarë në makinë, në balkon, në shtëpi, ashtu si që i vjen në Amerikë shqiptarët, e mbajnë në shtëpi, e mbajnë në makinë. Nuk do qani me, o shqiptarët e mi në Amerikë, që keni mendje në Shqipëri do vini. Shqipëria është e juaja, Amerika është e juaja. Do keni në shtetësinë të gjithë shqiptarët. Ky ishte qëllimi im e kjo do realizohet. Po presëm nga ju të vini sa më parë. Të mërkurën të dashur shqiptar, nga ora 4, do t'jini në televizor, do t'i shihni ministrat, ministrat, t'i njihni se ç'punë do bëni. Do të shihni ministrin e jashtëm, çfarë do bëjnë me ambasadorët, çfarë punë do bëjnë ambasadorët, jo të telefonojnë, po t'jetë ambasadori të krijojë vetë, t'jetë intelektual, deri më sot janë rrugaçët, janë anti-shqiptarë. Kosovë dashur, ta që do të vi. Unë i kam thënë kryeministrit të Kosovës, ka 2 vjetë janë bërë zgjedhjet, bëj çdo ditë. Nuk keni për të bërë në qoftë se nuk vini këtë flamur. Keni 3 flamur për të vënë dashur bashkëdhetarë shqiptarë. E në Shqipëri, e në Maqedoni, e në Kosovë. I pari ishte flamur shqiptar. I dyti flamur amerikan dhe i mezit flamur UÇK-s, që ka luftuar, erdhë shqiptarët nga Amerika, nga Evropa, nga të 4 anët, nga Shqipëria, nga Kuksi, nga Dibra, luftuan krah për krah me Amerikën.
presidenti Amerikës Clintoni, ku lexon të letrën para popullit të vetë, bombardon të kishe 7 orë, pra shqiptar, e çlirovi Amerika. Amerika është e juaja, kur theme juaja, e theme plot gojë. Nuk erdhi kot Bushi në vendin e tij, në tokën e stërgjyshve të tij, në fushkruj. Erdhi me këmish të hollë, doli në mes të shqiptarëve, e pa parë një histori, presidenti i Amerikës të dali, të mos i pyesi as barigardët dhe as njëri, po nuk pyeti edhe Sali Berisha. Sali Berisha ishte kryeministër dhe Mujsiu, generali Enverit, ishte president. Nuk i pranovi, arritën të dy, sa thanë, ja vodhë orën. Dhe mek, shqiptarët janë hajdut. Ja pra, ke keni patur në qevri. Të dashur shqiptarë, natën e mirë, ditën e mirë, shqiptarët e mi në Amerikë, Kanada, ku do që ndodheni, së shpejti do vini në Shqipëri, e janë i samë parë, e janë i të regjistrojeni të zini vend, do e në kretë të rinjë, që nga kryetari komunes, kryetari bashkisë, që deputetet e tjerë. Natën e mirë o shqiptarët e mi, edhe ambasadori që keni qef, do të vi, por ambasada përsëri nuk do të bëj shëtitje si Juri Kim e të tjerë. Të gjithë ata që kanë vjedhur Shqipërinë, do t'jenë në gjyq dhe është hapur gjyqi i shumë njerëzve. Uj, lajmëroj ambasadat e huaja, rrini në ambasadat brenda, mos dili, ne e themi Shqip, mos fus një hunë të punë të brendshme të Shqipërisë. Për ndryshe, do largoheni. Natë në mirë vëllezër e mi, Greqi ule bishtin, se Turqinë e ka afër derës. Lufta e tretë është shumë e rrezikshme, po jo për Shqipërinë, t'jeni të sigurt. Nëse keni njerëz të dashur shqiptarë në Francë, Ingilterë, në Greqi, e të vinë për ca pushime në Shqipëri, jo tashi, mbas një 2-3 javë. Të vinë në Shqipëri, e pas aletin kemë prapo doan. Natën e mirë, miru pafshim nesër në orën 1:30 dhe në orën 6. Si që thash, do shini i ministrat, do t'i shini vetë sa ta aftë janë. Nëse ju do një nga ministrat dhe ka do një tëmet korrupsion, në lajmëroni sa më parë. Natën e mirë dashur shqiptar, miru pafshim, Shqipëria është e shqiptarëve dhe këta tradhtarët do t'jenë në përburgje të shini vetë. Nuk vej gjëkundi, ne kemi zënë, ne kemi edhe arën, edhe qekan, ne kemi edhe qelsin në dorë. Pra, shqiptarët janë atje ku e meritojnë vendin. Natën e mirë vëllezër e mi, dofta u lodha, të më falni, dofta e ngrita zërin, po me këta duhet të ngresh litarin, aty ke Skënderbeu. Natën e mirë, të dashur shqiptarë.